Gjykata e lartë nuk e ka pranuar rekursin e ish-deputetit Ervin Saliani kundër dënimit me 1 vit burg nga Gjykata e Apelit të Përgjithshëm për çështjen Babale. Saliani kërkoi lirim, por me mospranimin e rekursit, ai do duhet të vazhdojë të qëndrojë në burg deri në përfundim të dënimit për kallëzim të rrem. Edhe më datë 15 tetor të një viti më parë, Gjykata e lartë refuzoi kërkesën e Salianit për pezullimin e dënimit me 1 vit burg nga Apeli. Dënimi ndaj Salianit lidhet me një audio përgjim të publikuar prej tij në Partinë Demokratike në maj të vitit 2018, ku aludohej se vëllai ish ministrit të brendshëm të kohës Fatmir Xhafajt bisedonte me një shtetas të quajtur Albert Veliu në lidhje me trafikun e drogës. Pas publikimit të audio përgjimit, Geron Xhafaj kreu kallëzim për akuzuesit e tij, duke pretenduar se audio përgjimi ishte i sajuar. Pas padis, Geron Xhafaj u dorëzua autoriteteve italiane të drejtësisë për të vuajtur një dënim më të hershëm për trafik droge. Saliani u dënua në 18 dhjetor të vitit 2019 me 1 vit burg në shkallën e parë, ndërsa i akuzuari si bashkëpunëtor, po për kallëzim të rrem, gazetari Jetmir Oldashi u dënua me 6 muaj heqëlirie, por që u pezullua ekzekutimi i kësaj mase dhe dënimi u konvertua me 100 orë pune në interes të publikut. Pas shpalljes së vendimit në shtator të vitit të kaluar, Saliani e denoncoi procesin si të montuar nga fillimi në fund dhe e quajti veten një të dënuar politik.